këtu je revoltu me një djalosh I cili ka thonë shkoni në Arabi, këtë frazën e njohshme. Thotë kështu njoftim. Organizojmë imigrim masovik në vendet arabe pa viza. Ftohen të gjithë të pacivilizuemit dhe promoralit të paraqiten në peronin numër 7 ditën e xhumon në ora 14. Për me përfitue pakon e plotë të udhëtimit dërgoni SMS në numrin 50777 me tekst në rroft letëron Gjirnovci dhe kompania e tij. Shkelzen gaushe, çka I ka atë shoh. Shkoni në Arabi demek. Po, shkoni në Arabi, tha po, se ke çështja e kurrikullës u boi madhe, para 2 muaj 3 ki madhe. Edhe ky çuni boi frizura Ron Gjinoci, dol me mbrojt babën e Albin, domethënë për arsyetimin që këto janë kurrikulla progresive, ju që si doni sheriatin, shkoni në Arabi në Iran, aty keni sheriat. Kështu ke komenti aty. Ajo më sa unë bro, tash çështja e mo Allah satirike ka njerë edhe. Po ç'është sepse mendoj që dikush që është I interesuar për mu përndritë, më eduku, ose po do me bë diskutim të mirëfillt. E ka pozicionin e vet, në rregull jam I të hapat për diskutimin, a? Edhe I shtron argumentet, edhe thotë urdhënoni kallëzoni që e kam gabim. Le temi. Shoku I të koft, shokët edhe këyn këtë rastin. Po çdo njëri që është I interesuar për me eduku ose me pasunu pozicionin e vet, ja japish meritën për mu argumentu me tentim, argumenteve intelektuale, racionale, objektivitet që këtyre kështu. Për shembull, këta lozha e këtyre që gjallënojnë prej tyrave të ëshëve, këta s'kan interesim me edukimi. Prandaj në ato rrethona unë mendoj që tentimi I argumentimit me fakte, argumente historike relevante objektivisht është tentimi shumë dëm. Prandaj unë zgjedhi zhanrin tjetër atin, që masi s'po duhesh me ngubi, atë që po ta lëshojmë një koment aty, po edhe ka vëllë, domethënë komenti I këtij, statusi I këtij ishte 100 kusur like-a. E mu më shkoj gati 100 like komentive atë. Shumë gufojt, edhe prej njerëzve që si ishin thonë ashtu musliman atë më thonë se po ke fani në kontekstin e revanshës.